Faleminderit shumë. Sot mbyllet periudha një veçare gjatë së cilës kemi përgatitur raportin e zgjerimit për vitin 2025, që nesër nisim përgatitja për raportin e 2026. Një falënderim i madh për ekipin tim, drejtorin tim të përgjithshëm Hertian, shefin e kabinetit Gezine, udhëheqësi i projektit Thomas Aglejtar, që mungon. Okej, është këtu. Unë e quajt gurun ton. Jam shumë e lumtur që jeni të gjithë këtu, sepse ky ka qenë një punë shumë e jashtëzakonshme. Janë qindra orë pune që janë përfshirë në këtë raport të zgjerimit. Ky është një proces shumë serioz, një punë shumë serioze, sepse jo vetëm ne, por edhe shumë të tjerë do të analizojnë gjatë gjithë vitit përmbajtjen e këtyre raporteve. Këto raporte janë vlerësime, si po ecin vendet kandidate, janë më shumë se 100 faqe për shtet. Në të njëjtën kohë, dua të theksoj se ne hymë në shumë thellësi, duam të vlerësojmë arritjet dhe të theksojmë se çfarë mbetet për të bërë. Kështu që nuk kam kohë në këtë hyrje time të shkurtër për të folur specifikisht për çdo shtet, por më vonë do kem padyshim pyetje. Diçka që bëjmë në këtë raport është në thelb të japim një dorë gjithë kandidatëve. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar, ju duhet të jepni rezultate dhe ne do t'i bëjmë pjesën tonë. Ky është raporti i parë i zgjerimit të këtij mandati të komisionit dhe si ta lexojmë, duke pasur parasysh kontekstin e një peizazhi gjeopolitik që po ndryshon me shpejtësi sot, evropianët duhet të bëjnë më shumë për bërë më tepër, për të marrë kontrollin e kontinentit dhe për të mbrojtur sigurinë e tyre. Kjo bëhet vetëm duke punuar dorë më dorë me fqinjët tanë, veçanërisht me vendet kandidate, për të ndërtuar një Evropë më të fortë dhe të qëndrueshme, bazuar në vlera të përbashkëta. Vetëm nëse përfundojmë procesin e bashkimit evropian, mund të sigurojmë paqe, liri dhe mirëqenie në kontinentin tonë. Në përgjithësi, viti 2025 ka qenë një vit shumë i mirë për procesin e zgjerimit, me përparime të rëndësishme, progresi në rrugën drejt BE-s, siç e dëgjuam nga Malizi, Shqipëria, Moldavi, Ukrainë kanë treguar që reformat japin rezultat. Kjo shërben si një frymëzim për të gjitha vendet që janë pjesë e këtij procesi. BE-ja ka forcuar edhe përgjigjen ndaj realiteteve të reja gjeopolitike përmes integrimit gradual, duke përfshirë edhe Ukraine Facility dhe Growth Plan për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavin. Kemi nisur integrimin e vendeve kandidate në fusha kyçe si energjia, mbrojtja dhe tregu, por edhe përfshirja e shërbimeve financiare, SEPA, roaming, të gjitha këto janë të rëndësishme për të lidhur me fort procesin e antarësimit dhe për ta bërë më efikas. Kemi gjithashtu jemi më të vendosur duke ndihmuar disa nga vendet kandidate për të mbrojtur hapësirën e tyre demokratike dhe të përballojmë dezinformimin si në Moldavi. Çdo zgjerim i ardhshëm duhet të bëjë bashkimin më të fortë dhe për këtë duhen progres në dy fronte. Vendet e ardhshme anëtare duhet të jenë të përgatitura për përgjegjësinë e antarësimit dhe së dyti ne